që do me thonë, kërkesa zyrtare nga institucioni prezidentja edhe kryeministri të Bashkia Evropiane me liru serb nga Beogradi zyrtare edhe momentalisht shpallje e do projekteve multietnike, jo kesh për serbëve, jo me pas në qeveri serb të ndershme. Jo për të ndryjmë, jo për të ndryjmë. Me këto që po thu ti, unë i vetë misan që kom dash me besu në këtë pushtet që 5 vjetë, ku besu që o shliru Mitrovica që 5 vjetë. Pra, ju, a e në shliru, a nuk e në shliru? Që 5 vjetë flasë, që 5 vjetë që të shlirimin, që tash qeveria që ka arë po dhët e shliru Mitrovicën. Unë po kom qef, ndoshta s'pas na ditun, tash, a o shliru Mitrovica që 5 vjetë? Mitrovica e Veriut, edhe si cili qytetar... A o shliru e? Në kuptimin, jo me u qekes, pa o shliru edhe i herë. Qytetarët e 4 komuneve në Veriu e vendit, janë të jetu tash në paqë, edhe janë tepër i knaqshëm me ketë. Pa, a janë shliru? Por nuk kanë plot lirin. A, që ashtu pra, do të që janë shliru? Janë lirë fizikisht. Janë lirë. Edhe provokimet nga ana jugore janë ndaluar. Nga ana jugore? Nga ana jugore. Që do me thonë, do të ju pas kanë shliru peshë voglushat i pit, u ndalua ajo. Aha, birë, do të u ndalua ajo. Falë. Se ndoshta mundet më konë kontest ajo ke në momentin. Po që nga, nëse ju u pas kanë shliru ato 4 komuna, nga ana jugore do dhëtë Mitrovica ko ka shliru pesh shqiptarve, sepse ju pas kanë njëria. Jo, nuk është atë kuptim. Melia është pas aksioneve të para që të shpjegoj për që shte gjuhë. Jo, për gjuhën do të në shërua, kupton? Faleminderit. Pra, ideja është, po thua që këto provokimet që vinin nga ana jugore, me njerës të dehore, të organizuar, me njerë pas aksioneve të policisë që vinin atje dhe provokonin janë ndalur. Janë ndalur edhe janë në një level minimale, që është normale që edhe një shqiptari e të provoku tjetëri shqiptarin në Prishtinë. Si pasoj...